me bindën që nuk e përjashtoj mundësinë për pas opsionit parë që janë zgjedhjet e parakohshme, edhe një opsion që nuk e përjashtoj mundësinë VVPDK. Pra, kë është një koalicion që mund ndodh, edhe që do t'i zgjidhë të gjitha çështjet, edhe një qeveri stabile, do t'i krynte temat e mëdha asociacionin dhe presidentin, edhe mendoj që budallaki është mos me bë këtë qeveri. Kashi. Show, do të zoti Koci në element vetin, Koci for president, s'po di pse s'ka mora si mjalte për konstituim, apo që farë kurbonin që e prejten ata zoti Baltiri me kolegën e ti. Mirë, si po duket, cila është zgjidhja? Do të dalim nga Këngërsh apo do të mbesim kështu çdo 48 orë? Ja, shef nga era kaluar para bajramore e takimit edhe të tjerat kur edhe zonja Haxhiu përmendi që ka bashkim të dy zgjedhjeve, mendoj që tani me zgjedhjet janë solucioni predominant për sa i përket zgjidhjes politike, sepse koalicioni qoftë në mes vetëvendosjes dhe LDK-s dhe nismes apo ai koalicion i cili edhe proklamohet nga shumë figura në opinionin publik që është me PDK-n,